ta ndaj unë. Okay. Përsa i përket atyre që i quajmë lider të barinjve, të blektorëve, këta janë persona me influencë, këta janë shumë të rëndësishëm, pra nga këta duhet të kemi, është mirë të kemi 10 të tillë për zona të ndryshme, fshatra të ndryshme, se këta janë ata që kanë kontaktet dhe mund të angazhojnë sa më shumë barinj. Pra, pjesëmarrja e tyre dhe futjet e emrave të tyre në listë është shumë e rëndësishme. Okay, I already Okay. translated what you Thank said you. because Thank you, the sir. internet Thank you. has gone and I disconnected. So yeah. just I like to show here this chart will be available to everyone, your respective chart. Like Sikhodra zonal team will have the Sikhodra tables. Doctor with Alfred, you have to and the in this you have to fill all this data which is not available here. Municipality data will be filled by us after the municipality will produce a letter. So this will be done by Alfred. Similarly, in this case here, no, for Lazy also Alfred is responsible, and then in Albasan, Dr. Kristak. The team in Albasan will be in contact of Kristak, and you have to fill in all missing data in this table. Tables will be provided to by email and also by WhatsApp. Okay. Similarly, Corche is completely blank, you see on the right side. So all you team members will have to help in this. You have to identify the people together to work. Similarly, Geocastra, Dr. Patrick's name is here, and then other zonal members, Yako and other colleagues here. So please identify the people. Similarly, in Debar, the whole table is empty, and cookies also some names are there, but still the tables are empty. So thank you so much. This is okay. Now you translate and then we move forward. Okay. Pra, të përkthej edhe pjesën e fundit të këtij prezantimi, siç shihni, tabelat duhet të mbushen me të dhëna. Këto tabela do ju dërgohen me email koordinatorëve zonal, dhe ata së bashku me koordinatorët e bashkive dhe personat që janë të ngarkuar, Kristaqi për Elbasanin, Korçën, unë për Gjirokastrin, qarkun e Gjirokastrës, Alfredi për do punojnë për të plotësuar. Pra, ato tabela duhen plotësuar me të dhëna me emra konkret. Sa më shpejt janë emrat, sepse tabelat e plotësuara tregojnë që ne jemi në fillim të procesit. Dhe Okay, thank you. Now, next, Alfred will speak with shumë Flora. për Gjirokastrën është Flora plotësuar. and Alfred will now speak. They will talk about how the NGOs in different municipalities Po, can be. okay. Atëherë që mos vonojmë, kalojmë Okay. Alfred, të përpiqemi shkurtimisht, koncis, Flora. Po. Okay. Oh, remember There. what you yeah? please open your video or speak. So what time you Where is Alfred? Hafuz, nuk të dëgjuam qartë, nuk e di çfarë. Alfred, why are you silent? Why are Do not? të rridhun kam ça. Freddy, Nuk you are kuptova si mute. organizimin veritëm. A ishte që në fillim, Hafuz? Fut çfarë do të pranoj. Nuk u Ah. futa dot, jam fut 20 minuta në vonesë, nuk u futa dot. Jo, qartë. Po mirë, të vazhdojmë se mbase pasaj sqarohen shumë gjëra duke i shtjelluar, edhe Vazhdoni, në okay. fund po të ngeli gjë. Mirë? Në rregull, okay. Okej. Atëre Flora për
pjesën e angazhimit të NGO-ve. Flora, Alfred, please speak. We are wasting time. Please. Time is Okej, running out. a mund vazhdoj unë Po. pjesën që s'mund ta prezantoj unë, mundet me ma plotësu Alfredi? Po, vetëm Me shkurt. qenë se ky ka më eksperiencë. Atëherë hapat praktik për vendosjen e organizatave qeveritare vendore në secilën bashki. Faktikisht agenda e parashikote që këtë temë ta shtjelloshim unë me Alfredin, por me qenë se Alfredi ka më përvojë, po e prezantoj unë dhe ato që t'la unë, po i plotëson Alfredi. Okej. Unë vetë drejtoj një shëmbëzëse e re ka në qendër të vëmendjes krijimin e partneriteteve. Me këtë përgjithësi kemi synuar krijimin e bashkëpunimin e organizatave jo fitimprurëse në çdo bashki. Në punën tonë ne kemi pasur disa sfida. Bashkia e Shkodrës ka shumë organizata jo fitimprurëse, bashkitë e tjera kanë më pak. Gjithsesi, ne kena arrit me i përzgjidh disa shoqata që kanë peshë dhe shtrirjen territor. Konkretisht, për bashkinë Malsie kemi përzgjidhur shoqatën Vis Albania, organizatë jo falane me shumë kontribute në gjithë territorin e bashkisë. I kemi kontaktuar personalisht dhe kena siguruar partnerit tyre, konkretisht me Drita Tanazin dhe Nermin Shurdha. Në bashkinë Shkodër kemi kontaktuar qendrën burimore në Halili. Përveç kësaj, kemi krijuar partneritet me Shkodër 2 me e cila merret me zhvillimin përgjithësi dhe turizmin e mjedisit në veçantë kualitet aktivitete në zonën e bashkisë Shkodër. Në bashkinë Vaudes kemi mbështetjen dhe partneritetin e RTM-s Albania, një shoqatë italiane shumë dinjitoze dhe suksesshme në zhvillimin rural dhe veçanërisht të blegtorëve në bashkinë Vaudes, Puk e Fusharrës. Kemi siguruar mbështetjen nga koordinatori i RTM-s, zoti Benito Prendi. Në bashkinë Puk kemi partner shoqatën Agropuka, përfaqësuar nga drejtori ekzekutiv siguruar partneritet me 2 shoqata lokale. Shoqata e blegtorëve, e cila drejtohet nga Jetmir Qa, shoqatë e re, por shoqatë si Motra me shoqatën tonë, pra me shoqatën Vlerat Baritore, që merret kryesisht me mbështetjen e komuniteteve baritore në zonat malore. Gjithashtu edhe me shoqatën OSNNN, e drejtuar nga Daniela Ymeri, një shoqatë rinore e cila merret me problemet sociale dhe zhvillimore në Puk. Gjitha këto shoqata kanë qenë të ftuar në aktivitetin e shoqatës tonë dhe kemi besim plot se do të na japin maksimumin për të kontribuar pozitivisht në angazhimin e shoqërisë civile të bashkive në takimin e blegtorëve të Ballkanit Perëndimor. Faleminderit. Faleminderit Flora. Alfred? Atëherë po vazhdojmë direkt, siç Po. edhe Flora e diskutoi. Ne kemi arritë që të krijojmë partneritete me shoqatat dhe me që Shkodra u trajtu, po them pak a shumë për Lezhën. Në Lezhë kemi arritë që të sigurojmë partneritete 2 shoqata të mira në Lezhë, që është Kozpe Albania dhe Kozpe Skutari dhe edhe në Mirdit, me shumë vështirësi sepse ka një vakum të shoqërisë civile atje, dhe në Laç. Besoj që jemi në rrugën e duhur, por duhet që të them 2 gjëra që të kemi pak a shumë përpara sysh në të ardhmen. Ne besojmë që duhet jemi të drejt për drejt dhe të transparent dhe fair në marrëdhëniet me shoqatat. Shoqatat që në fillim unë pakte jam përpjek që të sqaroj një herë mirë që ne kërkojmë partnerit del Balkan
des Balkans që janë partnerët kryesor direkt të këtij. Dhe duhet të sqaroj mirë që ne kërkojmë të na mbështesin shoqatat dhe jo të marrin ato në kuptimin benefitet ose të marrin autorsinë etj etj. Është mirë të sqarojmë që në fillim këto gjëra. E dyta, ne duhet të konsiderojmë që shoqëritë civile nuk duhet të kufizohemi vetëm tek organizatat jo fitimprurse të legalizuara etj etj. Ne na duhen edhe grupe informale të rivet, sidomos të komuniteteve baritore, organizimin dhe mobilizimin e komunitetit të grave dhe të rinjive në zonat rurale dhe kryesisht sidomos në zonat malore. Unë besoj që në këtë fazë që jemi, duhet të marrin kompetencat dhe përgjegjësitë të gjithë koordinatorët e bashkive për të vazhduar dhe për të thelluar këto lidhje dhe këto bashkëpunime me shoqata që janë rezidente në territor. Ky ka qenë starti i parë, por të gjithë bashkëpunimin duhet të jetë në partneritet me të gjithë aktorët që janë të bashkisë, duke filluar nga komuniteti i çobanëve, dhe unë jam dakord me Hasratin që ne duhet të rrisim numrin e lead shepherds, por duke pas parasysh që ne kemi një ndarje territoriale, e kemi shikuar ndoshta ngushtë që në çdo njësi administrative të ketë një person përgjegjës, por ne do ta shikojmë në vazhdimsi për ta zgjidhur. Që të mos zgjatem, besoj që jemi në rrugë të marr, por ky sukses ne na kërkon angazhim të përditshëm, qoftë edhe me gjëra të vogla, por për asnjë ditë nuk duhet të jemi në darkë, themi çka kemi bërë sot asnjë gjë. Jo, ne duhet punojmë çdo ditë pak, por duhet të jemi përdit në terren. Jashtë kësaj 2 sekonda, njihem shumë keq që zona e Pukës dhe Fusharzit nuk janë të përfaqësuar. Njihem edhe më keq sepse Lezhë, të gjithë më shkruajnë që jem në linjë, po kam probleme për të lidhur me internetin dhe sinqerisht nuk e di se si mund të ato po na ndjekin, të paktën Pashku, Majlinda edhe koordinatori rajonal i bashkisë Hilxhoka më thonë që jam në, i thash ta tentojnë edhe një herë, por Fusharzi është këtu shkruan. urdhno? Fusharzi është prezent. Po Fusharzi është prezent, po ati nuk i lejo që të jetë jashtë asaj, se është edhe për të sqaruar një term, QSNN është Qendra Sociale e Njerëzve në Nevojë, që është një organizatë rinore shumë aktive prej 20 e sa vitesh në Fusharz dhe ka një 25 antar, të gjithë moshë re, dhe vetëm një antar i ka që është bërë kryetar bashkie. Alfred, të ndërpres pak, sepse po të flasim rast pas rastit, mund të zgjatim, po më shumë të këmbenim përvojë. Çfarë i thua organizatave kur i përfshin? Kush do jetë roli i tyre në këtë organizim? Domethënë, çfarë përqasje? The time is up. Now please conclude. Yeah, but just I make a question to explain what we are asking from NGOs. Okay, we have 2 minutes. Please explain. 2 minuta, Fredi. Unë e kam mbyll si aplikim, si prezantim, por në komunikimin që kam pas, e para nuk jemi gjithmonë komod që t'i kërkojmë një shoqate që do t'jesh në këtë partneritet, sepse je në këtë fushë veprimtarisë tënde, në këtë mision. Për shembull, në të gjithë kurbinin, unë mezi kam gjetë një shoqat që ishte një shoqat e karakterit social dhe nuk kisha luksin që të zgjedh një shoqat siç ndodh në Shkodër, për shembull. Në zonat e mëdha, ne kemi shikuar shoqata që kanë ose eksperiencë në territor, siç janë RTM, Viselbenja, Kospe, etj., që kanë jashtëzakonisht shumë aktivitet, kanë shumë shtrirje, kanë njohje, kanë mbështetje që kanë dhënë periodikisht. Në fushën e dytë, rëndësi kemi dhënë shoqatave të mjedisore. Jemi përpjekë që të sqarojmë shumë mirë misionin tonë dhe ku duhet objektivat, ku duhet arrim, dhe kemi kërkuar që hap pas hapi ne të na ndihmojnë konkretisht në mobilizimin e aktorëve, në gjetjen e aktorëve kryesisht në fushën e zhvillimit social
dhe të aktorëve lokal që janë partner publik dhe privat që janë në territor për t'i mobilizuar të gjithë së bashku në këtë proces. Okay, Okay, mirë. okay, it's Faleminderit. done. Done. Should we proceed? Yes, yes. Okay, thank you. Yes. Dr. Luigi Turmalai, please explain how our team members can identify some academic people and how will they communicate while identifying and fixing an academic person. Can be a professor, can be a researcher, can be a teacher, Yeah, okay. available in the Okay. municipality. You please give some tips in Yeah, okay. 5-7 minutes maximum. Yeah, okay. Thanks. Thank you. Okay. Atëherë, ashtu siç proceduam fillim për rolin, unë jam në kontakt me koordinatorët e qarqeve, të quaj, të zonave të ndara. Një hap kam bërë me zotin Fredi, koordinatorin e Shkodrës, ku kemi agjustuar listën e akademikëve dhe duke përqasur sipas mundësive prezencën e tyre në territoret ku ata kanë origjinën, edhe nëse nuk banojnë atje drejt për drejt, pasi lëvizjet kanë ndodhur, dhe po e marr të mirëqen qarkun e Shkodrës, në shumicën e bashkive ne kemi gjetur emrat e parë, t'i quaj, të cilët kanë edhe ata pranuar të jenë bashkëpunues në këtë angazhim dhe këtë aktivitet. Jam i bindur që ne të njëjtë do ta bëjmë edhe me koordinatorët e tjerë të zonave, në përputhje me njerëzit që kemi në dispozicion. Paraprakisht kam një personalisht një plotësim pothuajse të gjitha zonave me akademik nga universitetet e rajoneve. Jam në përpjekje që të dublojmë numrin e tyre, pra të kemi më shumë se sa një në çdo bashki, që të kenë mundësi të japin kontributin e tyre mbështetës, qoftë nga prezenca, qoftë nga identifikimi i realiteteve dhe i rëndësisë që ka ky event. Dhe sigurisht disa prej tyre, siç e citova në fillim, të kenë edhe influencat e tyre pozitive në mbështetje përtej aspektit akademik. Padyshim që në disa zona kemi pak vështirësi, duket që në fillim që janë ca vështirësi për shkakun se shumica akademikëve janë tërhequr, po themi, në zonat e mëdha urbane, siç është Tirana, por jam i bindur e ripërsisht që ata do të angazhohen edhe fizikisht në kohën e aktiviteteve, takimeve në territoret ku do zhvillohen, kam parasysh gjithë territorin e vendit, pa hyrë në qytetet veçanta, dhe besoj që brenda një jave ose maksimumi 10 ditësh, lista akademikëve sipas të gjitha zonave do jetë e plotësuar me numër të arsyeshëm të tyre. Në lidhje me kërkuesit apo të institucioneve tjera, përfaqësues të institucioneve tjera, kanë shprehur interes. Institutet e veçanta të kërkimit, siç është instituti ose ISUFI, siç është urdhri profesional i mjekut veteriner me influencat e veta, apo edhe kolegë kërkues akademik të cilët ndodhen në pension për momentin, por që kanë shprehur angazhimin për të qenë pjesë e këtij eventi. Pra, edhe ata do japin kontributin e tyre me eksperiencën e tyre, si kanë shumë vite eksperiencë veçanërisht me pastoralizmin, pra me shtegtimin, dhe ata do jenë pjesë e këtij procesi. Unë dëshiroj që në bashkëpunim me koordinatorët, pasi për fat të mirë të gjithë jemi në të njëjtën fushë, me njohje personale, me relata dhe me dëshirë të përbashkët për ta zhvilluar këtë proces në mënyrën më të mirë të mundshme, të jemi të hapur të komunikojmë dhe të gjejmë emrat e dur, njerëzit që janë në përgjegjës, edhe pres nga ata që edhe ata ta ngacmojnë, si thua, atë memorien e tyre për të ngacmuar apo për gjetur emra, janë të mirë pritur. Jo të gjithë mund të
i kemi të njohur nga ana jonë dhe ata janë të mirëpritur të na sugjerojnë emra konkret për të përfshirë në listën e bashkëpunimit, pra në listën përfundimtare. Kaq do të thoja për këtë etapë, këtë moment të diskutimit. Faleminderit. Okay. This meeting is being recorded. Oh, thank you, Dr. Luigi, for your